Nuk jam shumë... Do jenë me miliona! Ju falenderoj për gjithë që keni ardhur, sepse kjo nuk është një çështje as e Zërnesit, as e Rjollit. Kjo është një çështje e të gjithë neve, sepse ka ardhur koha që të mendojmë seriozisht se këta mund na vinë na tërheqin zvarr nga shtëpitë tona se qeni nga ne. Na harroj! Tani, kjo ngjarja e Zvërnecit zbërthen gjithë mekanizmin e pushtetit e këtij pushteti kriminal. Prandaj mendoj se përveç entuziazmit dhe besimit se mund ta mundim, duhet edhe ta njohim mirë dhe këtu nuk jap dot shumë entuziazëm se mund ta mundim, pajtohem me parafolësit që thanë se kur mbaron fjala gjykon palla, është fjalë e popullit kjo. Por historitë e diktaturave, të instalimit të regjimeve janë shumë të trishta, prandaj unë do të përpiqem them disa fjalë se si e kuptoj unë këtë që ndodhi dje edhe çfarë mund na ndodhi edhe çfarë masash mund të marrë. Pushteti i Edi Ramës mbështetet, ajo karrikja e pushtetit që se më them, Edi Ramës mbështetet në 4 këmbë. Njëra këmbë janë oligarkët. Njëra këmbë janë mediat e tyre që kontrollohen. Këmba e tretë është krimi i organizuar. Parat e mafjes së drogës që po pastrohen gjithandej dhe që po blejnë Shqipërinë. Këmba e katërt për fatkeq janë ndërkombëtarët e korruptuar. Dhe tek kjo ngjarje i gjejmë të gjithë. Gjejmë atë Artur Sheun, si e ka emrin ai nga Vlora, që na thuhet se pas ka bler gjithë ato tokat atje që i ka bler kjo ndërmarrja, i cili është në Amerikë dhe askush nuk heton këtu në Shqipëri, as policia, askush, as spaku, as treqi, se nga i ka marrë ky këto para që pas ka bler këto, edhe pse i ka dalë emri si një njeri i krimit të organizuar. Na del Qet Kastrati, i cili është një nga oligarkët që ka pasuruar, ka marrë gjithë Shqipërinë. Pa dyshim na dalin vetë. Na dalin mediat. Mire ka, Na dalin mediat që si që patën, as nuk e dhanë lajmin dhe sikur mos kishte dalë lajmi që e nxori vetë policia për atat policisë Vlorës që kishin bashkëpunuar me kriminellet, nuk do kishte dalë fare kjo ngjarje, nuk e di akoma a ka dalë nëpër mediat tona, sepse siç e din, 3 mediat kryesore, ky zotëria që kemi në kryeministri, i ka bërë investitor strategjik. Ju ka dhënë pikërisht atyre është ato toka, ato investime, edhe janë pjesë pra e këtij sistemi.
por na del edhe Kushneri dhëndri Trumpit, apo jo, kur flasin për ndërkombëtar. I cili i duhet Ramës për të legjitimuar ndërkombëtarisht këtë regjim, këtë sistem kriminal që ka ngritur. Se kush është Kushneri, s'kemi nevojë ta shohim shumë, mjafton të kemi parasysh që të gjithë territorin e Gazës ai mendoj se mund t'ja jepej t'ju merrej palestinezëve dhe të ndërtonte resorte turistike atje. Mendoni se sa mund të ketë ndjeshmëri ai për njerëzit tonë këtu. Pra, këtu ne jemi mbledhur këtu për të protestuar përpara policisë, e cila duhet të ishte me ne, nëse ju kujtohet në ato fillime thuhet policia është me ne, por fatkeqësisht policia është pjesë e këtij regjimi, është me ata. Kemi bërë mirë që kemi ardhur këtu, po mendoj që ne duhet të ndalojmë dhe disa vende tjera të protestojmë, sot ose ditë tjetër, që janë përgjegjës. Sot. Ne duhet të protestojmë edhe përpara SPAK-ut, i cili duhet na hetoj ta që privatizokan tokat me paret e drogës dhe që na kanë rrëmbyer vendin tonë. Dhe bashkëpunimin e tyre me oligarkët dhe me politikën, me Edi Ramën. Pra, ne kërkojmë hetim dhe duhet protestojmë dhe atje. Mendoj që duhet protestojmë edhe tek zyrat e qetë Katstrati që i ka dalë emri, të paktën sepse tu na vën emra ndërkombëtar, ndërmarrjes që investokan investitorësh, po kur vjen puna ne na dalin që mbrapa tyre janë kriminalët, trafikantët e drogës në Shqiptar. Unë do të thoja se duhet shkojmë të protestojmë edhe para ambasadës amerikane sepse ky regjim është i korruptuar dhe mbështetet në ndërkombëtar të korruptuar që s'kan më interes as demokracinë, as lirinë, por vetëm para. Ju falenderoj edhe një herë që keni ardhur këtu të gjithë.